Dashur miq, përshëndetje. Këtu jam nga sheshi i Xhirimit. E keni vore që nuk thuhet më Shqipëria e re? Ha? Duhet artikulohet Shqipëria e re, po se Shqipëria vjetër, se artu edhe nuk artikulohet Shqipëria e re, se nga janë të vjetër. Që kështu i bëjmë thirrje të artikulohen Shqipëria e re. Ndoni tash ose gjenerata Z. A i keni gjumë me i thonë? Se nuk i thonë? Do të them historik, si më kam të plogësi fare. Do të them historik, ku nga shesh Xhirimit jam. Ku ka qef komandanti. Është një lokal që quhet Kupola në Paris. Ja kam thonë dhe herë tjetër, por ja u përsëris prap. Është Kupola, edhe kam shku atje unë, takova një 95 vjeçare franceze, që ishte me burrin e saj e martuar me një të legalitetit. Edhe kësha mësu shqipe, meshe mo, kontaktu ma te, edhe ishe djali atit. Ishe rritë e djali, ishe burë, plak. Edhe i djali lokali. E nese mo, tashi, e tu po ma beti pytë shohësit qa boshin. Ke kjo Kupola në Paris, u mlidhet e gjithë opozita në mërkim. Opozita në eksil, gjithë qa ishin, u mlidhet që në ty nga Bruxelles, nga Gjermania, nga gjithë kratë, nesë. Edhe me harta në dorë, me kështu, bonin planin për të pushtu, për të vra regjimin, diktatorin, pikat kyqe, dhe i kudasin këtu atje, masi marot e gjithë planin luftës, u qoshin pasaj gjithë të shajt aja bote rop motrën, vetëm tonë, a i kuptot, a i francezi, a i kuptot. Edhe tha ma thyshi lokali, po se kuptosh ata isha shumë mirë. Edhe mas e rote kjo plaka. Kjo plaka e bote, masi e morë pushtetin, kuptot, masi e morë pushtetin, pas te fillu ti ministri mrenë, unë ministri jashtë, ti këtë bujësia, ti atje, edhe unë kam ma shumë kontribime, ti s'ke, unë kam, ti s'ke, e u zishin, u qashin nga kaptina, dhe po këshu vazhdoshin vitin tjetër, dhe sa diktatura rë vetë. Edhe këshil, për këtë foltore, që mos dalim pastaj me emra konkret, edhe t'ja ulim bregët me live. Kupton? Kjo është i kaos qytetare, që ne shqyqe e ngredhëm, edhe ne nuk na qethet fare se kush do vim pushtet. Momentin e parë që edhe vllai di pushtet nesër, do qofse abuzo me pushtetin, do na ketë mu të parin dhe gjithë ato që janë si puna ime të sheshi, do na ketë prapë të shesh, është me thjeshtë. Dhe më thënë, ne du me kriju një bërtham, që nuk da intereso kush është pushtet, kush do pushtet, kush maroj kjo kaos, vazhdo vërsullën i ke votat, jepi një drejtim, kërkoni vot besim, boni që doni. Dhe këtu duhet vetëm të jepet zë gjeneratës së dhe Shqipërisë re. Do me thënë si e mendojmë, ja një patronazhist aty, si e mendojmë ne, do me thënë shoqëria, jo ne, gjenerata zë, si e mendojmë Shqipërinë, si e përfitiro, ajo është ardhja. Boll me rraqjet e vjetra, boll me lëpirje, me këshu, duhet krijohet i brez, dashur miq, i brez, që mos lej lëpirsat kalojnë mbi drejtor përgjithshëm e lartë. Kupton, ose hajdutot, ose këto, kupton? Tjeti brez sigurie, i vje kuqe që mos lej njëri. Kupton? Si të kërtete, uragani. Dhe do t'jetë një brez që të garantoj sigurin, se kur do që t'vim pushtet, do t'i që i rej menja me vjerë, neve kur po hodhëm, do edhim këtë, Amet Zogun e dytë, nga fushia që ka, është më shumë se mret. Dhe
Ne po hedhim mretin, imagjino ti kur vin nga këto pjeshka tash, pushtet, që s'kan eksperiencë fare dhe që t'i rrej meja të bëjnë ai lëvizje beli. Më thonë gjithmonë na ka kundra, ka që shumë e dje. Hajde, ju përqafojt gjithë nga sheshit xhirimit edhe flasim. Sa më shumë denancime. Sa më shumë denancime me emra mbi emra. Hajde, ju përqafojt. Lënë ata pa ujë, i kanë lënë pa plashe, pa kullota dhe pa pasuritë e tyre që i kanë trashëguar prej brezdash. Shqipëri e re! 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 Pase një ditë kur të kryojnë muzeun e memorisë kolektive, kur përmendet protestat në Shqipëri, me të se kjo shkallë një nga objekte muzeale më të rëndësishme. Tani, ne po marrim ditës mbështetje nga ndërkombëtarët. Një kongresmen i Lisbonës ka hapur hetim për qeverinë shqiptare dhe për Edi Ramën për lidhjet e tij me drogën. Europarlamentarët erdhën para disa ditësh tu ku ju bashkuan protestës. Europarlamentarët të tjerë do vinë në ditët që vijnë. Sot kemi një mbështetje të jashtëzakonshme, kemi marrë një mbështetje të jashtëzakonshme nga ambasadori i shtetit më fuqishëm të Bashkimit Evropian, Gjermanisë. E lejoni ta lexoj. Prej 37 ditësh po zhvillon një revolt paqësore qytetare për largimin e qeverisë dhe tërheqjen e Edi Ramës. Ambasadori gjerman në Shqipëri, Karl Bergner, komentoi protestat paqësore që po zhvillohen në Shqipëri, duke cilësuar ato pjesë e vlerave europiane. Citoj si më poshtë. Duhet të vlerësojmë ata që zbatojnë vlerat e BE-s në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështje të tjera që lidhen me procesin e integrimit. Çdo aktivitet i shoqërisë civile që është në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian është i mirëpritur. Protestat e dhunshme nuk janë pjesë e vlerave të BE-s. Dhe se kush ka faj për dhunën e ushtruar është ende në diskutim. Me këto fjalë, ambasadori gjerman Karl Bergner na jep një mbështetje të qartë dhe të fuqishme për protestën tonë paqësore. Ai është si pjesë e vlerave europiane dhe si të drejtë të qytetarëve që kërkojnë ligje e drejtësi. Do vazhdojmë me dignitet e vendosmëri. Faleminderit. Shumë pyesin çfarë do ndodhi me protestën. Ai u kujtohet që para një muaji ky ishte një mbret i plot fuqishëm. Ishte në dorë gjithçka. Sot, pas një muaji, Edi Rama është diskredituar në sytë e gjithë shqiptarëve dhe të gjithë botës demokratike. Sot, Edi Rama është një kufon politike. Pas një muaji do jetë një hiç politik dhe një asgjë. Ta vazhdojmë kështu të dashur miqë e vëllezër, motra dhe vëllezër. Ta vazhdojmë kështu. Ai hedh miliona euro propagandë. Ne vetëm me 30 karike, me 2 shkallë, me një foni dhe fal lus e kemi kthyer në një mbetje politike. Unë Edi Ramës dhe Kikës është i pashmangshëm. Me vendosmëri, me persistencë, me kongullje dhe paqësisht do të largojnë një herë mirë atë dhe të jetë në koshin e historisë. Tani si gjithmonë kjo është hyrje një agorat të demokracisë. Tu vin nga gjithë Shqipëria për të shprehur nga gjithë Shqipëria ku flasin nga troj shqiptare, nga hapësira shqiptare, shqiptare nga diaspora për të thënë për nxjerr tufin, për të shprehur vlefin nga kësaj qeverie. Për thënë që Shqipëria nuk është Shqipëria e propagandës, por Shqipëria e një milion hallëve. Le ta vazhdojmë të agora të demokracisë. Le ta kthejmë në një hapësirë ku të gjithë shqiptarët, të gjithë stresat sociale
të gjithë profesionistët, të gjithë intelektualë, artistë, të gjithë qytetarët e një të vendi të thonë fjalën e tyre. Po më parë, do doja të lexoj 5 pikat e famshme. Ata janë kushtetuta e protestës. Nga dita e parë që kemi filluar protestën deri në ditën e fundit të dorëzimit, ato janë 5 pika tona dhe nuk u luhet asnjë pike. Bravo! Përshëndetje, sot jemi këtu sërish për të shprehur 5 pika tona që neve kemi kërkuar dhe do vazhdojmë të kërkojmë deri në fund të kësaj proteste. Do nisim me të parën, e cila është dorëheqja e panegociueshme të kryeministit dhe të qeverisë. Me të dytën, krijimin e qeverie teknike tranzitore jo partjake me mandat 12 mujor. Vazhdojmë me të tretën, ushqime kushtetuese ku të gjithë shtetat shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera, ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimet e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, fizimin e ushtrimit e detyrës të kryeministit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesshme. Gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anullimin e ndryshimit të bërë në ligjin për zonat e mbrojtura. Anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore. Dhe jo më parëndësishme, shfuqëzimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Shfuqëzimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investime strategjike. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme si pikë, është kontrata e sociale me qytetarëve e shtetit do të përpilohet pas konsultimi me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak të propozuar nga sheshi i protestës sonë. Këto pika do vazhdojmë çdo ditë, do t'i risjellim, nuk do ndalohem, këtu jemi të gjithë. Rama jepe dorëheqjen! Nga Europa në Amerikë janë rreth 250 akademik, profesor, doktor shkencash. Ata vetëm mund të ndryshojnë këtë vend. Të fillojnë nga themeli, nuk mund të ndryshojnë një kastë e korruptuar. Dhe vetë ne kemi shumë probleme si popull. Ata vinë në kultura perëndimore, ata mund të na përfaqësojnë denjësisht në botën diktatorë. Ata mund të vetë të merret të tepër. My offer. Eftaj moshatar të mi, jam 18 vjeç. Eftaj moshatar të mi, mos të lejmë vetëm vjetar me i besë. Mi të besojmë bashkë. E është nga diga, edhe më moshën si bashkë që të zanë vjeç që shikë qënë. Indifferentismi është artikën me madhe kombi. Jo të të biznesot kombi, jo e pashtot kombi, pavarësisht nga biti në politikë, pavarësisht nga krahina, pavarësisht të qore. Ju jeni rilindje e vërtet. Bravo! Rilindje e rëmë, nuk është rilindje. Paras në ndërmesot, rilindje. është feminer. Askara, ka qita poshtërsi. Ima të qita. Po bim qita është një të atlare këndi. Që po patanek me vene me popullën. E të qita të qita. Vale, ashtë isha.
Kamaru, 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 Edi Rama, Kamaru, 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 Edi Rama, Kamaru, 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 Edi Rama, Kamaru, 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 Rinia, tani ka fjalë Rinia. Rinia jonë e mrekullueshme, gjenerata Z. Bravo! Po dëshmon çdo ditë që është një rini që e do vendin e vet. Ikën nga halli sepse s'ka kushtet ekonomike. Shikoni një mungesë shprese. Sot I kemi të gjithë në shesh, një rini e mrekullueshme që po frymëson jo vetëm rini shqiptare, por dhe atë europiane dhe gjithë rinin. Bravo! Shqipëri e re! 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 Si studente mjekësie, po të ndaj me ju një mendim që besoj se e ndajmë me mua shumë veta. Një qeveri me këtë nivel korrupsioni për cilën akuzohet qeveria jonë nuk mund të justifikohet me mungesën e një vlere dhe një shifre për 4 bilionësh për të thënë që nuk ka pasur më përpara mundësinë për të ofruar kushtet minimale për policinë e shtetit, për sigurinë e policisë së shtetit gjatë detyrës, apo kushtet minimale për mjekët që të bëjnë detyrën kudo ku ndodhen. Bravo! Kështu që dhe ndërkohë kanë mjaftueshëm fonde për të ndërtuar rodina që kanë në idenë e tyre dhe me thënë idealizmin dhe kthimin e një personi në igull, siç është ajo që ka fytyrën e Tiranës. Ndërkohë që policët muajnë për kushte minimale, ndërkohë që Enea Mekolli dërgohet në detyrë pas një mjet që do I garantonte sigurinë në kryen e detyrës dhe më vonë shpallet dëshmor kombi nga hajkutët e këtij vendi, dhe ndërkohë që pacient të pafund nuk marrin trajtimin që duhet sepse nëpër pavione mungon edhe një aparat I thjeshtë tensioni apo I madh si glicemis, ata vazhdojnë të tallen me ne dhe thonë gjëra që si për shembull që nuk I kemi dot jo 4 bilionëve, ndërkohë që ashtu po I pyet më kush sepse për sa kohë kemi këtë qeveri, në Shqipëri nuk do investohet jo 4 bilion, po as shifra më e vogël. Kështu që unë I bëj thirrje të gjithëve që të vazhdojnë dhe të vazhdojnë sa më shumë dhe unë do të thrisja boostin të paktën. Do të thënë, boosti duhet rrëzuar sa më pak. Vështirë jemi modeste, se nuk di sa keq duhet vazhdoj tjetë për të rritë të Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen. Je ikur, ke marrë fund. Ec, hap kraun. Në mbrëma të dashur miq. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. Të gjithë bashkë. Shqipëria e shqiptarëve, jo për sell. Shoku Rama në 2002 atëherë në atë kohë kryetar bashkie deklaronte se jetonte në dhomën e lënë poshtë nga vllai I tij që ishte emigrant në Amerikë. Dhe siguronte se do të vazhdonte të jetonte në modesti. Gjëtë si në shqiptarët do të kishim mundësi ta shihnin. Po ku jeton sot Edi Rama? Jeton në Sarajët e tij në Surrey. Ky modesti që do bënte një jetë modeste. Sot që Rama mbush 13 vjet në krye të qeverisë, pa përfshirë vitet si kryebashkiak I Tiranës, kontrasti është I dukshëm. Ai sot jeton në Saraj që nuk dihet se ka sa. Ndaj Edi Rama, ka ardhur momenti të shkosh në SPAK, të japësh llogarinë për pasurinë tënde. Nga zburimi I pasurisë tënde, tregohu shqiptarëve, nga vin para, nga e ke vënë pasurinë ti. Nga një arsye më shumë për të kërkuar dorëqen tënde, sot të gjithë Shqipëria, gjithë populli shqiptar. Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen,
pjesa më e bukur në botë. A i keni këtu ABC Newsin apo është pushim sot? Se kishte nxjerr një krye komunist, një avokat me mbiemër Beqiri, edhe thoshte Geti takon Flamur Nogët. U kom ja 3 vjetë që kam 2 vezë për Flamur Nogët, mos me e gjej dot. Mos u përçani me fjalët e kuvendeve, partive, etj, më besoni. Sa më shumë jemi këtu në shesh, aq më shumë frikë na kanë. Sot isha te komisariati numër 1 dhe polici tridhej. I thash nuk kam vezë me vete, ba merak. Nuk donte të merrte kallëzimin. Më thash një ankim, i thash mos i është ankim kur më quaj me 100 grushta. I thash do të bëj VIP, do të zjerë në rrjetet sociale, pastaj e mori kallëzimin. Ne protestojmë për t'i rikthyer dinjitetin edhe policisë. Ne protestojmë për t'i rikthyer dinjitetin edhe administratës. Nuk mundet 10 patronazhista që janë krye t'ja ulin kokën administratës. Më besoni, na kanë shumë frikë. Rama jebe dorëqen, Rama jebe dorëqen, Rama jebe dorëqen. Sepse ai po vrasin këtu, në kohë që të dëgjoj muzikën, kriminali ka shkuar në Kruja apo Durrës ku ta di unë. Sepse kjo është polici e dështuar. Nuk përgjigjet, inspektori i zonës Talan Koxha nuk përgjigjet. Policia e këtij populli nuk i përgjigjet. Ta u lan balla bën thirrje, tilni policëve kapni protestuesin. O njerëz, o të çmendur, përgjigjuni për hallet e popullit. Poshtë kjo qeveri, poshtë e Rama, Rama në burg, Rama në burg, Rama në burg. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithë të dashur miq, zojmë shumë që jemi mbledh së bashku edhe festojmë çlirimin tonë si Shqiponja dhe do krihemi lart. Sot nuk kemi emër, sot jemi shqiptar. Sot denoncojmë qeverinë e ndyrë që ka kujtuar se na ka qeverisur, po kjo qeveris na ka qeveris kur. Bravo! Qeveri e krivi, qeveri e krivi. Se ne kemi pasur në krye për arsit tanë, ne kemi rënjët e sella, ne kemi qeverisur nga nëna dhe baba jonë, ne kemi marrë flera të vërteta. Ta nuk na kanë vjedhur asnjë gjë, ta nuk na kanë vjedhur asnjë gjë, megjithëse janë ajduta, sepse ne kemi një shtëpi të shenjtë dhe kjo është dashuria jonë, zemrën tonë. Ne jemi fesar brenda dhe ne jemi nga kjo trysni, na e kanë bërë vetëm më të polituar fesarin që kemi. Ne kemi nxjerrë nga kjo trysni se çfarë jemi, se çfarë kemi, dhe këta nuk ishin në gjendje që ta njihnin dhe na detyruan, dhe ne jemi falinderit tani për këtë flerë
që ne i njohim tani në vetën tonë. Sot denoncojmë këtë qeveri që nuk e meriton të quhet qeveri, në emër të paraardhësve tanë, në emër të prindërve tanë, dhe kohën që kanë humbur ata do ta zëvendësojmë dhe do ju rikthejmë me mirënjohje prindërve tanë, paraardhësve tanë, duke bërë këtë vend perl siç e meriton Shqipëria, vendi im. Bravo! Shqipëria, vendi im! Shqipëria, vendi im! Shqipëria, vendi im! Shqipëria, vendi im! Rikthyer, unë them vazhdimisht kam thyer turin të vendin tim që nga 2013, po unë nuk iki më. Unë jam këtu për të ndelur. Ku është toka ime? Ku është vendi im? Ku do të des? Edhe të gjithë ju, të gjithë ne, fëmijët juaj, kjo është toka jonë e shenjtë. Rrini këtu, ditë për ditë në shesh. Mos u dorëzoni! Mos u dorëzoni! Ja kemi bërë shpesës tonë, gjakut tonë, tokës tonë. Ju dua shumë shqiptarë, të lutem dishti, hashtagun dhe shpërdajeni, unë e dua vendin tim. Jemi pozitiv, japim dashuri për këtë tokë dhe për njëri tjetrin. Unë e dua vendin tim. Le tani ta mbyllim atë të famshme Shqipëri. Përshëndetje, unë jam një vajzë e cila ka për të nisur vitin tjetër, kam për të nisur klasën e 5, edhe doja të pyesja policët, me kë jeni ju policë? Jeni me mua apo me politikanët? Shqipëri e re! 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 Rama jepe dorëshën, Rama jepe dorëshën, Rama jepe dorëshën, Rama jepe dorëshën. Dhe tani na mirë kuptoni, duhet ta mbyllim. Ka shumë e shumë që duan flasin, me shpirt e me zemër. Nuk arrin dot të plotësojnë. Ma mirë kuptoni, ka shumë njerëz që kanë duk, kanë lehtë se që është e pamundur. Sër më shumë, ne 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 sër më shumë. Përshëndetje tjilëve, përshëndetje dhe diasporës, Shqipoja këtë do shumë lërgë, por kur se herë pëllen e vetë. Korupcioni, ka thonë Shtetet Bashkuara të Amerikës, rrezikojnë siguri kombëtare. Korupcioni në Ballkan. Dhe kjo nuk është rasti, po kjo është e projektuar nga miqtë e kombit shqiptar dhe amerikan. Për t'i largu shqiptarët që janë pro-amerikan dhe për ta mbushme emigrantë huaj. Që kanë këtëllot kollaj nga Rusët dhe Kinezët. Bolshevikët. Bolshevikët. E dhe nuk e pas në kontrol Ballkanin, ato kontrollojnë dhe me zëjën, kontrollojnë dhe Evropën perëndimore, e izolojnë Amerikën dhe të mësojnë rëndi potorë. Bravo. Ta si e fjellojnë. Kastrati ka 100 sa kulturë të ujetë. Edhe jep ka 1.000 euro rogë, kurse shqiptari jep ka 550 euro. Së të të qërgojë. Ka dhe jo tjetër, se i ka dhënë në Linësit. Në Linësit ka pësikur këtë punë. Që se hyrë 10.000 vetë, 7.000 jeni të mrena, 3.000 jenë turista, 7.000 jenë emigratë.
Prandaj kjo është shumë e rëndësishme, është momenti më decisiv për shqiptarët, se qofse Ballkani pini influencën e Rusit dhe Kinezit, ne si kopshuemi. Prandaj kush është shqiptar në Itali, e pastërita për Kahaner, i pojësinë e gjithë tiranësve, shokët e Miqermi, që njohin mirë qëllimet e parë të demokratisë, pastërita për Kahaner, në orim mirë, i tregojmë vete, oligarkët që në kanë po sot miliarderë, që kanë një histori të qotisme. Jo të kojë historinë jo ka thati. Po, gjithi e për kërë, Ona visën sa, ambasat Jugoslave tha, 90 ka fejtishin, për shku në Austri, e në u po miliarderke. Pa Jugoslavi se ka po vizën këtë. A po kësa kushte, sa më në veshë, e sot është oligarke. Shko e të një për unë gjithë. Hajde për tjere, shala të nëzore. Nga Turqimin. E thamë të drejtën, Arbër Leshin, Artionin, Albionin, e të gjithë me radhë, i njohim personalisht. Por Arbërit i thash një fjalë, Arbëri që djali inxhinieri që vjen nga Gjermania, i cili u dhunua me krushta, u godit në furgonin e policisë. Ishte një gjë shumë e rëndë për ta dëgjuar, e jo më për ta provuar. Dhe Arbërit unë i thash vetëm këtë fjalë, unë nuk ta qava hallin ty birë, se e ti që je djali fort. Ajo që më dhimbti shumë ishte nëna jote, kur ka parë video se si ti je vrarë e masakruar. Ndaj unë do të kam derin t'ja jap fjalën mamës së Arbërit, të thotë se çfarë përjetoi kur e parë birin të dhunuar ashtu. Përshëndetje qëndrestar. Si që të pranëve për raportit, unë jam mamaja Arbër Leshin, të cilin më arrestuan me 2 korrik. Shenjat e grushtave në fugonin e policisë i ka edhe tani që është data 6. E Tiranës, po i them kështu, tonë se do na trembësh me arrestimin e fëmijëve. Jemi bërë më të forta, në sunat jemi më shesh, jo 37 ditë, po 37 janë, 37 muaj përdeshe. Derisa klasa politike e këndur, që e shrapi këtë popull, që e masakrojnë, që e shpashtërojnë, do të shkonin në koshin e plenave. Një kryeministri i tillë nuk e ka pa historia në asnjë vend të botës. Që sa i nderuar, krye Hajducni se meriton fjalën kryeministër më. Mos harro, këtë popull nuk e gënjen dot më. Të rini që e përzuren nga vendi, e kanë parë demokracinë atje ku i përzure ti vetë, e parë demokracinë e vërtet, dhe nuk u bëndot gol më këtyre rinije. Sa ne jemi këtu, ne flitan, bashkë në prindrin. Mua kur kam parë videon, nuk e shokot më për sëkryti, por u bëra më fort dhe thash, nëse ka marrë një ditë po kredit jo, ose njerë po njerë jo, se jam dhe së morë. Për ditë këtu në shesh në vjek, 37 javë, 37 muaj, mos harroj Tirana, do të kellën një emër, shumë të pisën, e për pisë Europën, Balkanin, Grafin. Peremdeni, ju erdi futi! Ju erdi futi! Ju erdi futi! Randit qka të fundi. Zotin Mikata Pari, të cilin e kam parë në televizor, është një njeri i drejt, që ka punu me drejtësi, dhe
shpreh respektin më të madh për këtë person. Do fitojmë, qëndroni, se do fitojmë. Do ta përmbysim këtë klasë politike. Dhe të akitës maleve, I cili mbështet planin e Memerit oligarkët, kryetari I Bashkisë së Parit, policinë që vjen pronën tonë për 12 vjetë. Vetëm fisi ja u pa jetiste që hequ në kuriz nga këta maskarin, nga këta kathar të shqiptarve. Janë këtu për rinim që keni heshtur këto 36 vjetë. Në momentin kur ishin në Prishtinë, kur na iku besimit e drejtësia, se shpresuam për një drejtësi të re për shtetin e shtetit, që për fat të keq nuk ka drejtësi. Në këtë moment pash në televizor që një grup të rinjësh po protestonin përpara Telorisë Tiranës. Që ditë tjetër filmotën e online kemi ardhur çdo ditë në protestë. Ne kemi denoncuar këta maskarim, këta hajdut, që na kemi 20.000 rrugëve në përgjumata. Kemi të shtuar. Për mos tonë në mëkala, për mos pushetare, për mos policia të rinuar, për mos inditemo, për mos antitido, tratar të kopi, rrugë Shqipëria, rrugë qytetarë, rrugë rinia. Rama I, që hapi rrugën rinis, hapi rrugën drejtësis, hapi rrugën të akmes. Jeta jonë është për shumë I vështirë, Lën ata pa ujë, I kanë lënë pa plazhe, pa kullota dhe pa pasuritë e tyre që I kanë trashëguar prej brezdash. Shqipëri e re! 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 Pase në ditë kur të kryojnë muzeun e memorisë kolektive, kur përmendet protestat në Shqipëri, me të se kjo shkallë duhet nga pikët muzeale më të rëndësishme. Tani, ne po marrim dita ditës në mbështetje nga ndërkombëtarët. Një kongresmen I Lisbonës ka hapur hetim për qeverinë shqiptare dhe për Edi Ramën për lidhjet e tij me drogën. Europarlamentarët erdhën para disa ditësh tu u ju bashkuan protestës. Europarlamentarët të tjerë do vinë në ditët që vijnë. Sot kemi një mbështetje të jashtëzakonshme, kemi marrë një mbështetje të jashtëzakonshme nga ambasadori I shtetit më fuqishëm të Bashkimit Evropian, Gjermanisë. E lejoni ta lexoj. Prej 37 ditësh po zhvillon një revolt paqësore qytetare për largimin e qeverisë dhe tërheqjen e Edi Ramës. Ambasadori gjerman në Shqipëri, Karl Bergner, komentoi protestat paqësore që po zhvillohen në Shqipëri, duke cilësuar ato pjesë e vlerave europiane. Citoj si më poshtë. Duhet të vlerësojmë ata që zbatojnë vlerat e BE-s në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështjet e tjera që lidhen me procesin e integrimit. Çdo aktivitet I shoqërisë civile që është në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian është I mirëpritur. Protestat e dhunshme nuk janë pjesë e vlerave të BE-s. Dhe se kush ka faj për dhunën e ushtruar është ende në diskutim. Me këto fjalë, ambasadori gjerman Karl Bergner na jep një mbështetje të qartë dhe të fuqishme për protestën tonë paqësore. Ai është si pjesë e vlerave europiane dhe si të drejtë të qytetarëve që kërkojnë ligje e drejtësi.
Do vazhdojmë me dignitet e vendosmëri. Faleminderit. Shumë presim çfarë do ndodhi me protestën. Ajo kujtohet që para një muaji ky ishte një mbret i plot fuqishëm. Ishte në dorë gjithçka. Sot, mbas një muaji, Edi Rama është i diskredituar në sytë e gjithë shqiptarëve dhe të gjithë botës demokratike. Sot Edi Rama është një kufon politike. Pas një muaj do jetë i hiq politik dhe në asgjë. Ta vazhdojmë kështu të dashur miqë e vlezër, motra dhe vlezër. Ta vazhdojmë kështu. Ai i hedh miliona euro propagandë. Neve të me 30 karike, me 2 shkallë, e një foni dhe falë lus e kemi kthyer në një mbetje politike. Unë Edi Ramës dhe Kikës është i pashmangshëm. Me vendosmëri, me persistencë, me kongullje dhe pajësisht do të largojnë një herë mirë atë dhe të jetë në koshin historisë. Tani si gjithmonë kjo është thyrje një agorat të demokracisë. Këtu vim nga gjithë Shqipëria, për të shprehur nga gjithë Shqipëria, ku flasin nga troj shqiptare, nga hapësira shqiptare, shqiptare nga diaspora, për të thënë, për të nxjerrë tufin, për të shprehur vlefin ndaj kësaj qeverie. Për thënë që Shqipëria nuk është Shqipëria e propagandës, por Shqipëria e 1 milion hallëve. Le ta vazhdojmë të agora të demokracisë. Le ta kthejmë në një hapësirë ku të gjithë shqiptarët, të gjithë stresat sociale, të gjithë profesionistët, të gjithë intelektualë, artistë, të gjithë qytetarët e një të vendi të thonë fjalën e tyre. Po më parë do doja të lexojmë 5 pikat e famshme. Ata janë kushtetuta e protestës. Nga dita e parë që kemi filluar protestën deri në ditën e fundit të rrëzimit, ato janë 5 pika tona dhe nuk u luhet asnjë pike. Bravo! Përshëndetje, sot jemi këtu sërish për të shprehur 5 pika tona që neve kemi kërkuar dhe do vazhdojmë të kërkojmë deri në fund të kësaj proteste. Do nisim me të parën, e cila është dorëheqja pa negociueshme të kryeministit dhe të qeverisë. Me të dytën, krijimin e një qeverie teknike, tranzitore, jo partjake me mandat 12 mujor. Vazhdojmë me të tretën, ushqime kushtetuese, ku të gjithë shtetat shqiptar të jetë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera, ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimet e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit e detyrës të kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjesshme. Gjatë gjithë jetës politike të një individi. Paralelisht kërkojmë anullimin e ndryshimit të bërë në ligjin për zonat e mbrojtura. Anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore. Dhe jo më parëndësishme, shfuqëzimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Shfuqëzimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investime strategjike. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme si pikë, është kontrata e sociale me qytetarëve e shtetit do të përpilohet pas konsultimi me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak të propozuar nga sheshi i protestës sonë. Këto pika do vazhdojmë çdo ditë, do t'i risjellim, nuk do ndalojmë, këtu jemi të gjithë. Rama, jepet dorëheqjen!